prindi duhet të ketë një pedagogji, të jetë i përgatitur në aspektin pedagogjik se si ta fton fëmijën që të falë namaz. Se çdo fëmijë vepron në bazë të veprave që i bajnë prindrit e tij. Natyrë detyra e parë çdo muslimani është ta njeh Allahun. Pastaj ta fal namazin. Hoffman dhe shumë grupe thot duke parë një qetësi të plotë gjatë meditimit, gjatë faljes, thot besimtarëve, sidomos gjatë thënies së fjalës Allah, po të kemi një studimi nga aspekti psikologjik. Thot dhe kemi vërtet thot te aja e parë, Allah fjala thot diafragma, ky është muskuli i cili të kurret, nëse një jeton 60 vjet, një 478 milionë herë. Ky muskull e ndan, nuk pushon pa pra, ka fazën kanon nga zgara e bardhë. Ky muskull thot te fjala Allah, aja e parë ngritet lart, një përgatitje. Lëja e dytë, thot mbushin të gjitha bronshet dhe bronkeolet, thot mbushin dhe mushkël. Do të thotë arrit një qetësi e sistemit respirator. Lëja e dytë, mushkëllat të mbushura tërësisht dhe Allah, hyja e tretë në fund, thot arrihet qetësia e zemrës. Prandaj te fjala Allah thot kemi vërtetuar që arrihet një baraspjesh e plot e sistemit kardiopulmonar. A ky sistem, këto dy sisteme kryesor, në cilat funksionon organizmi.